Pjesa e tretë. Gail Wenandi dhe Howard Rorku po rinin maj një kodre dhe shikonin një rrip të gjatë toke që dal nga dal zbriste në një kthes të vogël dhe mbërrinte deri në rrafshin e ulët rrës kodrës. Pemë të larta të zhveshura zgjatnin drejt majës së kodrës krahët e tyre të kryqëzuar dhe zbritnin dal nga dal në bregun e një liçeni. Ngjyra e qiellit, jo blu, por një ngjyrë e blerët e lehtë, bënte që ajri të dukej edhe më i ftohtë e edhe më therrës. Ngrica i shpëlante ngjyrat e tokës dhe të gjërave për qark si një magjistar zemërgur që është ngarkuar të dënojë gjithçka lind nga toka dhe që ka hedhur si mantel krave ngjyrat e gjalla të beharit tashmë të largët. Ngjyra e kuqrremt në të murme e vjeshtës tani ishte një ngjyrë e mekur që të kujtonte ngjyrën e hirit. Ngjyra e purpurt po shuhej dhe bëhej e murme sikur lot të ftohtë ta kishin shpëlar. E blerta ishte bërë ngjyrë hiri, por një e përhimët që lejonte të dukej preludi i një blerimi të ardhshëm që do të shfaqej në pranverë. Toka dukej si skeleti i një ndërtese që duhej veshur me beton, me trar dhe dru. Dhe ashtu do të bëhej, nuk do t'i mungonte shkëlqimi i së ardhmes. Ku mendoni se duhet ndërtuar shtëpia? Pyeti Wenandi. Këtu, u përgjigj Rorku. Pasi kishin zbritur makinës, kishin ecur 2 orë në përshtigjet e pronave të Wenandit përmes rruginash mes një pylli, duke kaluar brigjeve të një liçeni deri në atë kodër. Tani Wenandi po priste, ndërsa Rorku shqyrtonte terrenin rreth e qark. Kur Rorku u kthye nga ai e pyeti: "A mund të flasim tani, arkitekt?" "Patjetër." Rorku buzëqeshi i lehtësuar nga mënyra e të folurit, nga ai respekt të cilin me siguri nuk e kishte lypur ai. Zëri i Wenandit tingëlloi përsëri i qartë si qielli i kthjellët mbi kokat e tyre. "Pse pranuat të ndërtoni për mua?" "Sepse jam një arkitekt dhe më pëlqen të ndërtoj." "E kuptoni se ç'dua të them?" "Nuk e besoj se e di." "Ju nuk e urreni karakterin tim. Atësoj njeriu që unë përfaqësoj." "Dhe pse u dashka ta urrej?" "A doni të flasuni pari?" "Për çfarë?" "Për faltoren Stoddart." Rorku buzëqeshi. "Nuk keni humbur kohë, zoti," Wenand tha. "Po shoh se dje pas takimit ton keni gjetur mënyrën që të informoheni për mua. Nga ana tjetër, unë ju kisha thënë se isha gati t'i përgjigjesha cilës do pyetje. Kam lexuar vetëm prerje gazetash që kishin lidhje me ju." Priti, por Rorku nuk u përgjigj. "Kam lexuar gjithçka shtypur për rastin Stoddart. Dhe gazetat e mia ju kanë përkufizuar si të çmendur, si të pazotin, sharlatan, manjak egoist." "Rork, dëgjomeni, ju nuk më njihni. Duhet ju lajmëroj se nuk kërkoj kurrë ndjesë për asnjë nga veprimet e mia." "Unë nuk kam kërkuar ndjesën tuaj, zoti Wenand." "Dëgjoni, Rork, e di se ç'mendoni. Me siguri do të keni kuptuar dje që nuk e dija se ishit ju arkitekti që ndërtoi faltoren Stoddart. Natyrisht, edhe pse në atë periull mungoja, më vonë pata rastin të dëgjoja për faltoren, por nuk më kujtohej kurrë se si kush e kishte ndërtuar. Ju do të mbrini në përfundimin që nuk kam qenë unë në krye të asaj fushate kundër jush, dhe vërteta është që nuk kam qenë unë, por ajo fushat paraqiste dhe paraqet ende sot shpirtin e vërtet të banerit, i përshtatej plotësisht frymës së gazetës, dhe unë përgjigjem për të. Alva Scarretti bënte vetëm atë që e urdhëroja unë të bënte. Po të kisha qenë në New York, do ta kisha dhënë unë lejen që të botoheshin ata artikuj." "Po liria e shtypit është një e drejtë juaja, zoti Wenand." "Nuk besoni se do t'i kisha autorizuar ata artikuj, po t'i kisha parë?" "Jo. Mos e ndjeni veten të detyruar të shtireni me mua. Nuk ju kam kërkuar as të më bëni komplimente dhe as të tregoni keqardhje." "Zoti Wenand, unë nuk mund të bëj atë që dëshironi ju." "Ç'mendoni se dëshiroj unë?" "T'ju gjuaj me pëllëmb." "Dhe pse nuk e bëni?" "Sepse nuk mund të shtirem për një keqardhje që nuk e ndjej, nuk e bëj për mëshirë, madje mendoj se jam shumë zemërgur, por nuk mund të veproj ndryshe. Veçse tani nuk ka rëndësi ajo që mund të ndjej apo që mund të bëj unë. Ju nuk mendoni për mua dhe unë nuk mund t'ju ndihmoj siç do të doja t'ju ndihmoja. Nuk jam njeriu të cilit ju i druheni pikërisht tani." "E kush është ky njeri?" "Vet ju." "Kush ju ka dhënë të drejtën t'i thoni të gjitha këto?" "Përsëri ju vetë, zoti Wenand." "Mirë, vazhdoni." "Mendoj se ju dhem të mendoni që më keni bërë dëm dhe më keni bërë të vuaj qoftë edhe e tërthorazi. Megjithatë,
Ka diçka që ju tremb edhe më shumë. Vetdia që nuk kam vuajtur as pak. Vazhdoni. Mendimi se nuk jam as i përzemërt, as zemërgjër dhe as i ndjeshëm tani, por thjesht indiferent ju tremb, sepse ju e dini që kryeveprat si faltoria Stoddart kërkojnë një pagesë të lartë, dhe ju e shikoni që unë nuk jam duke e paguar. Ju keni shfaqur një farë habije, me që unë kam pranuar të ndërtoj për ju. Ju mendoni se duhet guxim ta pranosh këtë detyrë? Ju keni pasur nevojë për një guxim shumë më të madh që të më drejtoheni mua. Këtë mendoj për faltoren Stoddart. Unë e kam kapërcyer këtë ngjarje, ju jo. Mirë, shumë mirë, gjithçka është e vërtetë, tha thjesht Ujnandi. Ma do mendja se e dini që në një farë mënyre ju ma keni dhënë një shuplak. Po, dhe ju e pranuat. Por, a nuk donit pikërisht këtë? Nuk dëshironit që unë t'ju gjuaja me pëllëmb? Tani mund themi që jemi barabar dhe kemi harruar të kaluarën, zoti Ujnand. Ose ju jeni shumë i zgjuar, ose unë shumë i qiltër dhe i kuptueshëm, ose është fjala për një arritje tuajën. Askush më përpara s'më ka shtyrë të jemi qiltër. A thua unë do të vazhdoj të bëj ato që doni ju? Ç'mendoni se dua unë tani? Mirënjohje personale nga ana ime. E kam unë radhën apo jo? Ju jeni gjithmonë kaq i sinqert, Rork? E pse të mos jem? Nuk mund t'ju anjoh faktin që më keni shkaktuar vuajtje. Por në shkëmbim mund të mjaftoheni me idenë se më keni dhënë kënaqësi apo jo. Po mirë atëherë, më vjen mirë që ju kam hyrë në zemër. Besoj e kuptoni që është një përjashtim për mua. Zakonisht nuk e çaj kokën nëse më duan apo s'më duan të tjerët, por kësaj radhe është ndryshe. Më vjen mirë. Ujnandi qeshi me të madhe. Ti je i pafaj dhe mendje madh si një perandor. Kur nderon dikë, thjesht lartëson veten. Ç'driqin të shtyn të mendosh se më pëlqen. Mos më kërko shpjegime për këtë. Njëherë më qortove që të pata thënë se je fort i kuptueshëm për mua. Ujnandi u ul mbi një trung të rrëzuar. Nuk foli, por gjesti që bëri ishte në të njëjtën kohë një ftesë dhe një urdhër. Rorku u ul pranë tij. Fytyra e tij ishte e kthjellët, por i kishte mbetur gjurma një buzëqeshjeje. Ishte në qef dhe syçel, sikur të ishte se çdo fjalë që dëgjonte nuk ishte një zbulesë, por një pohim. Ke mbërritur deri këtu duke u nisur nga hiçi apo jo? E pyeti Ujnandi. Ti rrjedh nga një familje e varfër. Po si e keni marrë vesh këtë? Pikërisht, sepse duket si një shenjë mendje mallësie, mendimi që të ofrohet gjithçka, një përgëzim, një ide apo një pasuri, edhe unë e kam nisur nga hiçi. Çka qen baba yt? Shkrirës Çeliku. Imi ka qenë Hamall Porti. Ke bërë shumë lloj punësh kur ke qenë fëmijë? Nga të gjitha llojet, më së shumti në ndërtim. Unë edhe më keq. Thuaj se kam bërë gjithçka. Cilat ka pëlqyer më shumë? Puna hidraulikut. Kurse mua më pëlqente të punoja si lustraxhi i kpucësh në një anije. Duhet ta urreja atë jetë të vështirë dhe të varfër, por ja që e doja. Nuk i kujtoj njerëzit, kujtoj qytetet që kam vizituar. Rorku e dinte që Ujnandi fliste rrallë për fëmirinë e tij. Nuk e kishte me të dëgjuar, por këtë përfundim e nxirrte nga toni i fjalëve të tij, të qarta, por që nguronin të pasigurta të reja të pa errësuara nga përdorimi, si monedha që nuk kanë kaluar ende në përshëmduar. E ke provuar mirimin e vërtet? Ke qenë ndonjëherë duke vdekur nga uria? Pyeste Ujnandi. Nganjëherë. As atëherë s'të vinte keq? Jo. As mua, e kisha mendjen gjithju, të diçka që vlonte brenda meje. A nuk të vinte të ulërije kur i vogël shikoje rreth vetes vetëse pa aftësi, duke e ditur që mund të bëheshin aq shumë gjëra, por nuk të linte njëri t'i bëje? A ke provuar të urdhërojnë inferiorët Rork? Po. Dhe ke provuar ta përmbash mërinë që të linte e vrullshme, duke menduar se një ditë do të mund ta dominoje gjithat gjindje dhe çdo gjë rreth e rrotull? Jo, këtë jo. E urrej mungesën e kompetencës, ignorancën, paaftësinë, por nuk kam luftuar kundër tyre, nuk e kam provuar dëshirën që të sundoj mbi njerëzit apo të bëj ato që është e pamundur. Kam ndjerë të papërmbajtur vetëm nevojën për të punuar sipas mënyrës sime dhe shijeve të mia. Dhe më vonë, le ta psoja, po të ishte nevojshme. Dhe kështu ka ndodhur? Jo, në një mënyrë të rëndësishme. Nuk vjen keq të kujtosh të kaluarën? Jo. Mua po. Dikur më patën rrahur e bërë fërtele dhe u zvarrita deri rrëz një porte. Ende ja ndjej në hund erën kaldrëmit.
I shoh përsëri damarët e gurëve, gjurmët e gjakut që lian mbi to. Zëri ishte i qetë, pavetësor, i ulët, por çuditërisht metalik dhe i ashpër. Rorku i tha: "Do doja të ndihmoja." Ujnandi vuri lehtë buzën në gaz. "Besoj se vetëm ti do ta bëje, asnjë tjetër. 2 ditë më parë unë mund vrisja këdo që do të mendonte si një objekt ndime. Ti e di me siguri se nuk është ajo natë që unë urrej nga kaluara ime. Nuk druhem të shikoj në sy të shkuarën. Ajo është gjëja më pak e dhunshme për të përmendur. Janë të tjera ato gjëra për të cilat nuk duhet folur. E di, edhe unë për gjërat e tjera e kisha fjalën. I cilat janë? Fol haptas." Faltoria Stoddart: "Mendon të më ndihmosh?" "Po." "Ti je i çmendur, a nuk e kupton? A nuk e kupton që unë këtë po bëj?" "Po në ç'më mënyrë, Rork?" "Duke ndërtuar shtëpinë tënde." Sytë e Ujnandit, duke u zgjeruar te i mase, dukeshin më të qartë se zakonisht, sikur ngjyra e kaltër të ishte zhdukur nga bebia e syrit, dhe u bën si 2 xhevahire të zbeta pa dritë në fytyrën e tij edhe më të zbetë, dhe tha me ironi: "Por si shkëmbim do të marrësh një çek me një shifër goxha të majme." Ai pa buzëqeshjen e Rorkut në krye të ndrydhur, pastaj të plotë. Buzëqeshja mund të ishte një shenjë se kjo fyerje e papritur ishte një deklaratë dorëzimi, më shprehse se gjithë bisedat zemërhapur, ndrydhja donte të thoshte që Rorku nuk do ta ndihmonte në atë çast të veçantë. "Patjetër," u përgjigj Rorku i qetë. Ujnandi lëvizi nga vendi. "Shkojmë, po humbasim kohë, dhe në zyrë kam shumë gjëra të rëndësishme për të bërë." Gjatë kthimit në qytet nuk folën. Ujnandi ngiste makinën me një shpejtësi të marrë, ndali përpara ndërtesës Kord ku zbriti Rorku dhe i tha: "Ju mund të ktheheni sa herë të doni në vendin që pat sot, zoti Rork, por nuk ka pse të vi edhe unë me ju. Të gjitha informatat që do t'ju duhen, do t'ju a jap zyra ime. Më merrni në telefon kur t'jete domosdoshme dhe më njoftoni kur t'jen gati vizatimet e para." Kur projektet përfunduan, Rorku i telefonoi në zyrë Ujnandit. Kishte 1 muaj pa e takuar. "Ju lutem mos u largoni nga telefoni, zoti Rork," tha sekretarja e botuesit. Ai priti. Pak çaste më vonë, sekretarja i tha se zoti Ujnand dëshironte të hidhte një sy vizatimeve qyshat pasdite. Ajo caktoi edhe orën. Ujnandi nuk përgjigjej kurrë vetë në telefon. Kur pak orë më pas, Rorku u fut në zyrën e tij. Ujnandi pyeti: "Si jeni, zoti Rork?" Zëri i tij ishte i shtruar dhe pak zyrtar. Në fytyrën e tij nuk vërehej asnjë kujtim çastesh lëshimi apo intimiteti. Ajo fytyrë kishte një shprehje indiferente dhe të sjellshme. Rorku i dorëzoi planet dhe një vizatim të madh që paraqiste ndërtesën e përfunduar. Ujnandi u afrua mbi to dhe i kqyri gjatë. Pastaj ngriti syt. "Shumë interesante, zoti Rork," tha ngadalë me një zë pa ngjyrë. "Me të vërtetë shumë interesante. Por punimet tuaja më kishin bërë përshtypje para se të kisha nderin t'ju njihja. Prandaj, mbas një reflektimi të pjekur dhe të peshuar, kam menduar se duhet t'ju rezervoja një trajtim të favorshëm, jashtëzakonisht të favorshëm." Po vështronte Rorkun me një shprehje gati dhe mshurie, sikur të dëftente që kishte ndërmend të sillej me kujdes me të, në mënyrë që ta ruante të paprekur për një qëllim të tij të saktuar dhe të veçantë. Ngriti skicën dhe e mbajti midis gishtave. "Ju keni dëshirë ta shikoni këtë shtëpi të ndërtuar?" pyeti ngadalë. "E doni me gjithë mend?" "Po," tha Rorku. Ujnandi lëvizi paksa dorën, hapi gishtat dhe e lëshoi vizatimin mbi shkrimtore. "Do të ndërtohet, zoti Rork, pikërisht siç e keni vizatuar ju, siç duket në skicë, por me një kusht, që ju ta pranoni kombinimin që po ju propozoj. Dua të nënshkruaj një kontratë me anë të së cilës angazhohem se ju do t'jeni arkitekti vetëm për çfarë do lloj ndërtimi që do të bëj. Ju nga ana juaj duhet të nënshkruani disa kushte. Para se t'u rendiz, doja t'ju vija në dijeni për disa nga pasojat që do të keni po të refuzoni. Siç mund të keni dëgjuar, nuk më pëlqejnë refuzimet. Pushteti që kam në duar mund të shtrihet në shumë mënyra. Për shembull, do ta kisha të lehtë të bëja që të mos ju besonin asnjë porosi në asnjë cep të vendit. Mendoni se mund të ktheheni dhe të punoni në një gurore graniti? Veç unë ju siguroj se edhe guroret, po të kishin një port, kësaj radhe do t'ju apërplasnin para ftyrës. Tani, do t'ju them se çfarë dua prej jush."
Tashethemet që ishin përhapur rreth Ujnandit nuk ishin folur kurrë për shprehjen e fytyrës së tij, as ashtu siç dukej atë çast. Ata të paktët që e kishin parë nuk flitnin për të. Midis këtyre të paktëve kishte qenë Dwight Carsoni. Buzët e Gail Ujnandit ishin gjysmë të hapura, syt i qenë përndezur nga një zjarr i çuditshëm. Tër fytyra e tij shprehte gëzimin e një kënaqësie të papërmbajtur, një kënaqësi gati epshore që rrithte nga kënaqësia kur shihte agoninë e viktimave të tij. Unë dua, kërkoj që ju të më projektoni të gjitha ndërtimet e ardhme, me stil apo me sistem tregtar, nëse mund të shprehem në këtë mënyrë. Pra do të ndërtoni vila me stil kolonial, hotele me stil rokoko, ndërtesa zyrash në barok, do të ushtroni talentin tuaj të pashoq, duke vizatuar stilet e zgjedhura nga shija e publikut dhe do të fitoni pare për mua. Do të krijoni në sferën tuaj atë që baneri e krijon në sferën time. Kjo ka për të qenë karriera juaj e ardhme. Shtëpia që keni projektuar për mua do të ndërtohet siç e keni ëndërruar dhe menduar ju. Do të jetë ndërtimi i fundit rork që do të ngrihet mbi këtë tokë. Askush nuk do të ketë një të tillë pas meje. Nuk ju ka qelluar të lexoni për guvernatorët e lashtë të popujve që ekzekutonin arkitektët që kishin ndërtuar pallatin e tyre në mënyrë që të tjerët të mos barazoheshin në lavdi? Metodat moderne janë të ndryshme. Unë do t'ju lejoj t'jetoni dhe, për kusurin e jetës, ju do t'i bindeni vullnetit të shumicës. Zgjedhja është e thjeshtë. Po të mos pranoni, nuk do të ndërtoni më asgjë. Po të pranoni, do të ndërtoni këtë shtëpi që e keni aq shumë për zemër dhe shumë shtëpi të tjera që nuk do t'ju pëlqejnë, por që do të na sjellin të dyve shumë pare. Ky është vullneti im. Po shumë mirë, tha Rorku gazmor. Do të më bëj qefi t'ju kënaq. Është një gjë shumë e kollajt. Mori një flet letre dhe një laps nga shkrimtorja dhe se vizatoi diçka shpejt e shpejt. Pastaj ja kaloi Ujnandit. Këtë donit? Në letër që e vizatuar shtëpia e Ujnandit me një portik në stilin kolonial, me pak shtylla, dy oxhak të mëdhej, pak dritare të rrumbullakta. Nuk ishte një karikatur, por një punë e kujdesshme për shtatje, që cili do profesor vizatimi do ta quante të shkëlqyer. O, zot, jo, thirrri Ujnandi në mënyrë të vetvetishme. Atëherë, rini urt e mos m'jepni më këshilla në punë arkitekture, tha Rorku. Ujnandi u përplas në koltuk dhe zuri të qeshte. Qeshën që të dy. Rorku tundi kokën i lodhur. E dinit shumë mirë reagimin tim, e kanë provuar dhe të tjerë. Kokforcia ime antishoqërore është aq e njohur sa s'më kishte shkuar ndërmend se do dilte dikush tjetër për ta vënë në provë. E dini si është puna, Rork? Shtoi Ujnandi. Kisha ndërmend seriozisht që me ju të veproja siç veprova tani, si me viktimat e mia të famshme. E dini ç'më ka bërë të ndryshoj qëllim? Vizatimi që më paraqitet. E dija që e kishit seriozisht, u përgjigj Rorku. Do të vihej në dyshim integriteti i shpirtit tuaj, zoti Ujnand, dhe jo imi. Ujnandi u ul me syt mbërthyer mbi syprinën e shkrimtores. Pas pak tha: "E ke gabim, nuk jam i këtij mendimi." Ujnandi ngriti kryet, duke i lodhur, foli krejt indiferent. Ishte po ajo metoda jote e procesit Stoddart, apo jo? Mbrojtja po bën pushim. Do të kisha dashur të isha në sallën e gjyqit për ta dëgjuar vendimin. Ti do ta ktheje përsëri procesin mbi mua, apo jo? Le të themi kështu. Por e fitua davan. Ma merr mendje se e dini që nuk më bëj qefi që fituat. Këtë e di. Mos mendo se bëhet fjalë për një nga ato tundimet ku njeriu përpiqet ta hetojë viktimën e tij dhe ta lumturojë që të mundet të buzëqesh dhe të thotë: "E po mirë, në fund të fundit ky është njeriu që dua." Mos e mendo kështu. Nuk e pse më justifikon në këtë mënyrë. Nuk të justifikoj, unë e di ç'do je ti. Nuk më kishte qelluar më përpara të humbisja kaq me lehtësi. Kjo do të kishte qenë vetëm fillimi. Unë e di se mund ta provoj përsëri, po nuk dua ta provoj. Jo me që ti do të rezistoje deri në fund, por sepse unë nuk do të rezistoja dot. Jo, nuk më bëj qefi dhe nuk ndjej mirënjohje ndaj teje për këtë, por nuk prish punë. Gail, sa i Zoti mund t'jesh ta gënjesh veten? Nuk jam duke gënyer. Të gjitha fjalët që thash janë të vërteta, madje mendja se e ke kuptuar këtë. Çdo gjë që më ke thënë po, por nuk po mendoja këtë. Je duke menduar gabim. E ke gabim që po rri këtu. Do që të më flakësh tej? Po ti e di që nuk mundem. Ujnandi shikoi Rorkun pastaj vizatimin e ndërtesës me faqe poshtë mbi shkrimtoren e tij.
Nguroi një çast duke vështruar kartonin e bardhë, pastaj e ktheu mbar, pyeti me zë të butë. A të ta them tani ç'mendoj për këtë? Ma ke thënë. Howard, ti fole për ndërtesën si kur të jetë deklarata e jetës sime. Ti mendon se jeta ime i vlen këto fjalë? Po. Dhe ky është mendimi yt pa hile? Pas një hile gajl, është një deklarat nga më të sinqertat. Përfundimtarja, nuk ka asnjë rëndësi çfarë mund të ndodhë midis nesh në të ardhmen. Waynandi e la përsëri në vend vizatimin dhe u ul duke vështruar gjatë projektet, kur e ngriti kryet duke i qetë dhe fare normal. Pse ke qëndruar larg këto kohë, pyeti. Ke qenë shumë i zënë me detektiv privat. Waynandi qeshi. Unë nuk u rezistoj dot shprehive të mia të këqija të kahershme dhe isha kureshtar. Tani di gjithçka rreth teje, me përjashtim të pjesës mbi gratë e jetës tënde. Ose ti je treguar shumë i kujdesshëm, ose ato kanë qenë të pakta. Nuk kanë qenë të shumta. Them se e kam ndjer mungesën tënde, madomendje se grumbullimi i hollësive nga jeta jote ka qenë një farë plotësi. Po tani, pse rri larg? Sepse ma ke thënë ti. Gjithmonë ka që i but dhe i shtruar je kur të urdhërojnë? Kur e shot arsyeshme. Dëgjoni këtu, tha Waynandi. Apo vini për darkë të ne sonte? Dua ta çoj në shtëpi këtë projekt që t'ja tregoj si me shoqeje. Ajo ende nuk di gjë për projektin tim. Nuk i keni thënë gjë? Jo, më parë dua që të shoh projektet tuaja dhe dua që të njiheni. E di që i me shoqe nuk është sjell mirë me ju në të kaluarën. Kam lexuar disa artikujt e saj, por ka kaluar kaq shumë kohë dhe shpresoj që kjo gjë të mos ketë më rëndësi. Nuk ka më asnjë rëndësi. Atëherë do të vini? E lëm kështu? Dakord.